Besi ka 5 teze dhe 5 daja dhe sa herë vinë në shtëpinë tonë, kam kënaqësi të veçantë pasi janë njerëz të dashur dhe shumë të mirë. Kësaj here kishim për darkë tezen dhe dajën e madhe. Darkat vazhdojnë të jenë akoma me nota festive, kështu që si fillim vendosa të piqet një pul deti, më pas me shumë dëshirë e dashuri përgatita japrak, sepse tezja e Besit të ka shumë qef. Tek mbushja e japrakut, si dhe tek lëngu për zirje, kam shtuar një magi që i kishte dhënë vërtet shumë shije. Të gjitha darkat i bëj vet pas një lloj ndime dhe kur më pyesin në fund do jesh lodhur, sinqerisht nuk e ndij fare lodhjen sepse kënaqësia që marr nuk krahasohet me asgjë. Ndërkohë kisha përgatitur një bukë misri të butë me djathë dhe presh si dhe një byrek me presh dhe oriz. Trileçen e sallongati. 2 sallatra të ndryshme dhe nuk mund të rrija pa bërë bukën e misrit me krem sepse e dija që dikush e kishte shumë qef. Patjetër që edhe mish viçi sepse në 2026 mishi është vënë në bazën dhe një ndër shtyllat kryesore të piramidës ushqimore, kështu që na lejohet të ham. Turshi të ndryshëm dhe gjëra të tjera që i shihni vetë në tavolinë. Ju përshëndes dhe ju uroj më të mirat.